Me ardhjen e ditëve të nxehta të verës, temperaturat e larta kanë sjellë një atmosferë përvoluese në të gjithë vendin. Por, në vend të ankesave, shumë qytetarë kanë zgjedhur ta përballojnë të nxehtin me buzëqeshje, duke u freskuar në pishina apo edhe me një akullore dhe pije freskuese në dorë, nga ku freskia dhe çlodhja tashmë është rikthyer në pjesë të përditshmërisë. Termometri tashmë ka prekur temperaturat e larta, nga ku vapa po ndjehet në çdo cep të qytetit. Ndërkaq, ne momentalisht gjendemi në zemër të qytetit, ku po shikojmë kalimtarët që po kërkojnë hije, ndërsa disa të tjerë po gjejnë freski tek uji dhe në pijet freskuese. Ndërkaq që edhe mjekët apelojnë për kujdes të shtuar. Një qytetar vlerëson se gjatë ditëve të nxehta shtohet edhe pozitiviteti i tyre, si dhe rekomandon personat që kanë probleme shëndetësore të jenë më të kujdesshëm. Unë jetoj personalisht në Gjermani dhe neve na mungon atje nxehti, kështu që kur vim këtu, shkaku që na mungon nuk është se dhe na pengon shumë. Mendoj se kur është edhe nxehtë, më mirë është nga njëherë nxehtë se sa shisë edhe disponimi është më i mirë, mendoj. Ndoshta gjatë ditës kur është temperatura e lartë, ndonjë lokal me shoqëri, diçka ndryshe nuk kemi çka më bëj. Sidomos rekomandoj që njerëzit të cilët kanë smundje ose janë të ndjeshëm ndaj nxehtit me qëndru në për vende ku nuk është nxehtë, sidomos besoj brenda kohës 11 deri në ora 2, 2:30, në mënyrë që të shmangin ndonjë problem i cili mund paraqitet shkaku i smundjeve që i kanë nga nxehti. Nuk po mundemi të bëjmë 2 hapa sepse është shumë nxehtë. Po pi ujë vazhdimisht, por është e kotë. Kështu u shpreh një tjetër qytetar. S'mund me bon 2 hapa pse është shumë nxehtë. Për ne i kam shumë nxehtë. Veç jam tu pi non stop ujë ama apet badjava. Shumë nxehtë ashtu diçka më bë, mora me punojnë. Po më mirë është me dal mas 5 ose mas 6, pse çtash çash jashtë shprast. Ama mas ka 5 orë, ka 5 gjim se kanë nis me bon kallaballëk. Normal, pse qëtash është shumë ka bëkëma për punin na jashtë. A më ish mos me dalë dikush ka është, diçka pretisok, diçka ka është, mas 60 se shumë problem është. Pa, normal dë njerë, më bo, kryin, më bo problem të me fond dë njerë. Për nxehtë, ama i kam qadrek, shapka, syza, pak me bojna marat, ama. Në ndërkohë, disa të tjerë kanë zgjedhur që të frekuentojnë vendet malore për të evituar këtë të nxehtë. Pa mirë, i përballon ka pak e kimi qef nxehtin, vetë dalim u nxehtë. Jo valla, jo kulera. Kimi pas merak ma shumë dill nxehtë. Vitamin D, a? Na nxeh lëkurën kimi mendu se diçka ma të mirë po bofna. Kur si ma burra po bofna. Po dalim na për mal, pak na për katunde, na për ato hijet. Kimi merak ato hijet pak, pse apin freski. Po, ka bon vaki dhe nërtrale që ashtu i lëna ato takimet e isonve në kësham i lëna se me nxehtit. Ndërkaq, një tjetër qytetar thekson që të shtojmë kujdesin ndaj vetes dhe të merremi me aktivitete për të forcuar imunitetin, që më lehtë të mundemi të përballojmë këto temperatura të larta. Nxehti, normal, kohën e ka, Zoti ashtu i ka sill. Pranë verën, tash të kemi hinë verë, nuk lipët me u qëdit, ama dikuj ne vjen qëdi, këtë mabe të bëjnë shumë nxehtë. Mu së vjen, konkretisht mu, individualisht për tjerëzit, së vjen nxehtë, shumë normal vjen. Pak nxehtin, tash të kemi kushte si cilën kohë ka qesh me sënë kalon, pakës të ruje vetin që se kinaj anomalin shëndetë, kryet mloje, kalon fladit i dur, fladit i syt, pakës të ashtu. Ndërkaq, kujdesi personal, informimi i vazhdueshëm dhe masat parandaluese janë thelbësore për të shmangur pasojat e rënda që mund të sjellin këto temperatura ekstreme, nga ku edhe institucionet përkatëse vazhdojnë të apelojnë për kujdes të shtuar, të shmanget ekspozimi i tepërt në diell dhe të konsumohen më shumë lëngje.